Blogerja e njohur shqiptare Learta Jakupi ka arritur edhe një herë të tërheqë vëmendjen e ndjekësve të saj në rrjetet sociale. Këtë herë, ajo ka publikuar një fotografi në Instastory, e cila menjëherë ka marrë reagime të shumta nga fansat e saj. Në fotografinë e publikuar, Learta shfaqet nga vendi i punës duke bërë një selfie para pasqyrës. Ajo duket të jetë elegante dhe plot stil, e veshur me një këmishë të zezë klasike që i thekson edhe më shumë elegancën dhe sharmin natyral. Ajo që bie menjëherë në sy është pamja e saj rrezatuese dhe shumë pozitive. Me flokët bjonde të stiluar bukur dhe një paraqitje shumë të kuruar, Learta duket më në formë se kurrë. Ndjekësit e saj nuk kanë hezituar të reagojnë, duke e komplimentuar për bukurinë, stilin dhe energjinë që përcjell në çdo paraqitje. Në sfondin e fotos vërehet ambienti i punës, ku shihen disa fustane dhe veshje elegante të ekspozuara, duke e bërë fotografinë edhe më interesante për publikun që e ndjek prej kohësh. Nuk është hera e parë që Learta Jakupi merr vëmendje në rrjetet sociale. Ajo njihet për stilin e saj unik, elegancën dhe për mënyrën se si arrin të ndajë momente të ndryshme nga jeta e saj personale dhe profesionale me ndjekësit. Kjo fotografi e fundit vetëm sa e konfirmon edhe një herë atë që shumë ndjekës të saj e thonë shpesh. Learta është një grua që di të rrezatojë pozitivitet dhe stil kudo që shfaqet. Duket se edhe këtë herë, një moment i thjesht nga vendi i punës ka mjaftuar që ajo të bëhet sërish në qendër të vëmendjes në rrjetet sociale.